diskutimesh. Kjo është ndoshta edhe një presion pozitiv që deputet Partisë Demokratike, qoftë ato që folen, kanë bërë mbi leadershipin. Presioni bëhet në sallën e partisë ku bëhet mbledhja, nuk bëhet te parlamenti ku të shkojë të votojë. Pak a shumë i njëjti qëndrim që është mbajtur në sallë. Aty në sallë mbajti Meta. Po ta kishte futur Meta në votim. Në sallën e grupit parlamentar Partisë Demokratike pak a shumë kanë mbajtur njëjtin qëndrim. Nuk po flasim për njerëz që bëjnë presion partik. Unë besoj se nuk do shkonin. Legjitime që brenda partisë, grupit parlamentar. Unë besoj se këta sot nuk do shkonin. Në fund ka një rezultat. Në rrethana që u krijuan nuk do shkonin, ata folën parim. Edhe Majlina, unë pash që folin parim. Nuk tha që do shkojmë pa partinë tonë. Zaloshnja? Mbas deklaratës që bëri Basha dje në orën 2, dhe mbas telefonatës që mori nga Merkeli, nga politikanë shumë të lartë europian, mund besoj, me që se merre me sondazhet, besoj se Basha ka kapur kuotat më të larta të tij si politikan. Dhe kuptohet, është pëlqyer nga ata që kanë 25 vjet që votojnë vetëm PD-n, por është pëlqyer edhe nga ai pjesë e elektoratit gri, e cila është e hapur të votojë një herë në një krah, një herë në një tjetër. Por këtë kuotë kaq të lartë që kapi dje, pra, mendoj se humbi një pjesë kuotës, unë s'kam bërë sondazh dhe s'mund bërë sondazh brenda 4 orë. O e Zaloshnja, e gjithë kjo tani ata mbaroj tani. Ja, më fal, vetëm se besoj jehon. E ke vënë re që kam parim që nuk e ndërpres Jo, po i bëj jehon asaj që the, nuk kam. E di, po që kam qenë fëmijë, jam mësuar që mos të ndërpres ti, ta mbaroj. Po ta konfirmoj, nuk të kundërshton. Të mbaroj vetëm një paragraf. Unë mendoj që mbas asaj deklaratës së Shtetit Bashkuar dje dhe mbas qëndrimit që mbajti Meta sot, i cili tregoi që ka ngelur vetëm një çështje me marrëveshje midis Partisë Demokratike dhe ambasadës së Shtetit Bashkuar që duhet zgjidhet patjetër, mendoj që ka humbur sa pik nuk e di, po ka humbur pikërisht ky elektorati gri. Elektorati i vendosur edhe për 25 vjet tjera ka votuar për 25 vjet për PD-n, do vazhdoj të votoj për PD-n. A ka një pasojë kjo? Nëse Meta vendos të prishi koalicionin me PS-n, mund të ketë 2 pikë më shumë Meta, pra LSI-ja dhe 2 pikë më pak PD-ja, por nëse ato vendosin të qeverisin bashkë, pak rëndësi do ketë kjo. Në lidhje me deputetët të cilët mund të themi dolën kundër. Nga pikpamja politike, për Partinë Demokratike flas. Për karrierën e tyre personale është tjetër histori. Por për Partinë Demokratike mendoj që nuk ka ndonjë efekt madh. Sepse Eduard Selami ka qenë një nga themeluesit, kemi qenë që natën e parë me Preçin, ka qenë kryetar, ka qenë goxha i pëlqyer në masën e demokratëve etj, por të jemi realist, sot nuk ka më kapital politik aq të madh sa se tu është. Pra nuk ka një karrierë të speciale përpara. Është puna këtu që nuk ka në indikim të madh tek elektorati i djathtë të tillë që ky s'ka qenë dhe shumë aktiv. S'ka qenë shumë aktiv. Po. Praktikisht që kur ka ikur në nuk është nga grupi aktiv që po bën. Që kur ka ikur nga 95 apo të shohësh ka dhënë një intervistë her pas here te Zëri Amerikës, pra nuk është se shkakton se tush tronditje që të merremi me këtë punë. Ashtu dhe për Majlinda Bregun, domethënë që se tu është doli dha deklarata. Nuk mendoj se krijon. Problemi real që do ketë Partia Demokratike është që a do vazhdoj Berisha të jetë kaq aktiv dhe kaq qartazi njeriu që është fytyra e përditshme në Facebook, në parlament? Kjo është pyetja që ngelet për ta. Këtë vetëm Berisha si ai do. Facebook-un vetëm po ta përsi Erdogani ta mbyllësh se nuk